Përshëndetje miq të nderuar. Në këtë video ku do të flas për Ukrainën, sot do të shpalosi disa fakte të dhimbshme, një përmbajtje të cilën nuk e kam shpjeguar deri më tani në videot e mia. Do të përmendi shifra, momente, ngjarje të trishta në plot kuptimin e fjalës, të cilat do të pasqyrojnë realitetin e pathën deri më tani rreth Ukrainës. Realitetin e pathën e them këtë që unë nuk e kam shpjeguar para juve këto, por që unë personalisht nuk e kam dëgjuar të jenë shpjeguar këto fakte dhe kjo përmbajtje nga ndonjë shqiptar deri më tani për Ukrainën. Së paku nuk kam dëgjuar që në një video apo në një emision të caktuar të jenë përmendur të gjitha këto që në realitet është pasqyrimi më objektiv i tragjedisë së Ukrainës. Do të mundohem që t'i përmendi të gjitha në mënyrë që ju sot, pikërisht sot, kur është dita e fundit që i është dhënë Ukrainës si afati i fundit, të pranoj planin e Donald Trump, sot të kuptoni se nga ku buron gjeneza e problemit dhe tragjedisë Ukrainës, kush qëndron pas Ukrainës që e detyroi popullin ukrainas të bie në këtë humner dhe cilat janë vendet të cilat e kanë ndihmuar apo mashtruar Ukrainën që të vi deri në këtë gjendje tragjike në plot kuptimin e fjalës. Që në fillim dua t'i parashtroj 2-3 pyetje. E para, apo i afrohemi fundit të luftës në Ukrainë? A është fundi i vërtet apo jo? E dyta, çfarë përfshin plani i paqes i propozuar nga Donald Trump? E treta, cilat mund të jenë pasojat dhe impaktet e këtij plani apo të ndaljes së kësaj lufte në rrafshin global? Dhe e katërta më kryesorja, a është vërtet tragjedi për Ukrainën ashtu siç kam thënë që nga dita e parë dhe jo vetëm unë, por edhe shumë analist dhe ekspert të njohur ndërkombëtar në çështjet ruse dhe të Ukrainës. Në këtë video pra këto do të shpjegoj gjithë atë që duhet të dihet për Ukrainën. Dhe është e pamundën të mos përmendi një të vërtet të hidhur. Dhe ajo është se kur njerëzit e politikës së një vendi nuk janë në gjendje të kuptojnë gjuhën diplomatike të fuqive të mëdha, që nuk janë në gjendje të kuptojnë kurthet e fuqive të mëdha që i kurdisin në për interesat e tyre dhe në dëm të shteteve të vogla, situata ju vije njëjtë siç i ka ardhur Ukrainës, megjithëse që Ukraina as nuk ka qenë popull i vogël, as shtet i vogël, as shtet i varfër, por pikërisht pasojë e njerëzve të politikës së këtij vendi që nuk i kanë kuptuar gjuhët, metodat, mënyrat dhe mjetet diplomatike, strategjike të fuqive të mëdha. Kjo metod apo kjo gjuhë për cilën ne po e ndërthurim problemin e Ukrainës ka qenë evidente gjithmonë përgjatë historisë. Raportet midis fuqive të mëdha dhe fuqive të vogla, shteteve të mëdha dhe shteteve të vogla gjithmonë kanë qenë të përcaktuara nga interesat e fuqive të mëdha. Kësaj kurthe, kësaj gjendje, këtij raporti, mënyre, apo kësaj aksiome të raporteve ndërkombëtare që janë zhvilluar përgjatë gjithë historisë, kanë mund t'i shpëtojnë vetëm 2 kategori të njerëzve. E para, shtetet të cilat janë udhëhequr nga politikan vizionar,
dhe që kanë qenë të aftë dhe të gatshëm t'i ruajnë interesat e vendeve të tyre, qoftë edhe deri në vdekje. Dhe e dyta, kategoria e shteteve, fati i të cilave ka qenë i lidhur me interesat e fuqive të mëdha me rajonet apo regionet apo gjeografin ku kanë qenë të pozicionuara ato shtete. Për ndryshe, jashtë këtyre dy kategorive kanë pësuar të gjitha një nga një. Kthyer tek rasti konkret i Ukrainës. Për me ditën pse quaj tragjedi, unë do të përmendi fakte, do të përmendi realitete dikur të mahniqme, të madhërishme, por që u kthyen si bumerang dhe si një bombë mbi kokat e ukrainasve dhe të Ukrainës. Që ta dini, Ukraina dikur ka qenë shteti i tretë në botë më i forti si fuqi bërthamore. Do me thonë, Ukraina dikur ka qenë shteti i tretë në botë me fuqi bërthamore. E ka pas një ushtri që konsiderohej ndër 7 ushtrit më të fuqishme në botë. Këto fjalë, këto fakte nuk janë të një kohe shumë të vjetër, po flasim për vitet e 90-ta e këndej. Ukraina ka trashëguar nga Bashkimi Sovjetik hiq më pak se 1900 koka bërthamore. Ka qenë dhe është trashëgimtarja e fabrikave dhe centraleve për pasurimin e uraniumit, do me thonë, fabrik në vete ka qenë për prodhimin e bombave atomike. Shtetet e shumta sot në botë hargjojnë me miliarda, me qindra miliarda dollar për të ardhur në pozitën e Ukrainës kur ka qenë në fillim të viteve të 90-ta. Dhe Ukraina po dihet se ku është sot. Ukraina përveç kësaj pati trashëguar nga Bashkimi Sovjetik fabrikën më të madhe në botë të prodhimit të aeroplanëve. A e keni ditur se aeroplanet gjigant të dikurshëm sovjetik Antonov janë prodhuar pikërisht në Ukrainë. Ukraina kishte trashëguar fabrikat më të mëdha në botë të prodhimit të tankeve sovjetike dhe për shumë shtete të tjera të botës. Në Ukrainë, përveç kësaj, në vitet e 90-ta dhe para saj, janë prodhuar të gjitha, ama bashkë të gjitha llojet e armëve që i ka përdorur dhe i janë dashur dikur superfuqisë së atëhershme të botës të quajtur Bashkimi Sovjetik. Në këtë nivel ka qenë Ukraina. Në vitet e 90-ta të nderuar miq, Ukraina ka pas 700.000 ushtar në istikame, të gatshëm për luftë dhe 1.2 milion ushtar rezervë. Ka qenë ndër 5 shtetet më të fuqishme në botë në bujqësi dhe industri. Për te i kësaj, pozita strategjike e Ukrainës ka qenë aq e ndjeshme dhe aq e rëndësishme sa është konsiderua porta kryesore e Evropës që qënë ka Rusia dhe porta kryesore e Rusisë që qënë ka bota perëndimore. Përveç kësaj, Ukraina në përgjithësi dhe perëndimi në veçanti kanë pas lidhje të atilla sa raportet e Evropës dhe të botës perëndimore me Rusinë, qofshin raporte pozitive, apo atëherë kur janë prish dhe janë bërë negative, janë varë nga rajoni gjeografia e Ukrainës dhe nga qëndrimi i politikës dhe i popullit të Ukrainës. Ukraina thjesht ka qenë baza kryesore, apo vendi kryesor, rreth të cilit janë përcaktuar normat,
rregullat, raportet midis botës perëndimore në përgjithësi e në veçanti Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik të dikurshëm e më vonë Rusisë. Por çka ndodhi më pastaj? Ndodhi ajo stërkamcia, ajo kurtha që po i përgatitej Ukrainës. Ukrainën fillojnë me bind se është pjesë e botës perëndimore, se i takon civilizimit perëndimor dhe se duhet të hjek dorë, të heqë dorë nga trashëgimia dhe thesari kulturor i dikurshëm slavo-rus. Thjesht duhet të ndahet si me skalper nga historia e kaluar mbi 800 vjeçare. Fillimisht kërkohet prej Ukrainës të heqë dorë nga armët bërthamore. Pastaj, ti çmontoj të gjitha fabrikat e armëve, që ka qenën industria kryesore në botë e prodhimit të armëve, thash pak përpara, jo vetëm të tankeve, por çdo armë, çdo fishek që i është dashur Bashkimit Sovjetik të dikurshëm, superfuqia e dytë e botës janë prodhue në Ukrainë. Pra, kërkohet nga Ukraina, pas viteve të 90-ta, ti çmontoj të gjitha fabrikat e armëve dhe ti shes ato fabrika përhekur, njëjtë siç janë qit fabrikat gjigante të Kosovës përhekur dhe me kilogram. Pastaj i thuhet se Ukraina pasi të pastrohet nga këto mbetje të Bashkimit Sovjetik, po kuptoni ja, Amerika dhe Evropa ka me i dhënë armë sa të dohet. Bile edhe pa i dhënë armë hiç, armët, ushtrit e Evropës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të mbrojnë Ukrainën nga çdo cënim dhe kërcënim i jashtëm i mundshëm që mund ta kanos atë. Pastaj, kërkohet nga Ukraina zvoglimi deri në skajshmëri i numrit të ushtarëve dhe ti reduktoj deri në minimum harxhimet për ushtri. Si kompenzim ndaj gjithë kësaj që i propozohet Ukrainës dhe që fillon të realizoj Ukraina, Evropa i thot se do të ruaj dhe do të jetë mburoja e saj. Do të jetë e pavarur nga ndikimi rus dhe askush më nuk guxon të prek sovranitetin e Ukrainës. Pastaj i thojnë, oj Ukraina e dashur, ti s'ke nevoj vlla me harxhue as për armatim, as për shpenzimet të tjera të ushtrisë, sepse neve na ke përpara, neve na ke në krah, neve na ke prapa dhe ne ty të mbrojmë nga të gjitha anët e tua. Mjafton që ti të na japësh drithra, buk, misër, naft, gaz, mineralet e ralla që dolën pastaj në opinion e këtë kohëve të fundit dhe na ty e kena më të bohe matë mirë e matë pasur e matë begatshme se edhe Zvicra. Këto janë fjalet të cilat Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thonë, i premtojnë Ukrainës që ajo ti demoloj fabrikat, ti dorëzoj armët bërthamore dhe të gjitha. Kur më filloj me marrë erë, me kundërmue keq ky film që po i përgatitej Ukrainës. Natyrisht, edhe pak përpara, por sidomos në vitin 2014. Rusia futet në Ukrainë, e pushton Krimen, merr prej aty çka do dhe vendoset kudo në pjesën e Krimes, që është shahdamari i ekonomisë së Ukrainës. Por nuk është vetëm kaq, do të shihni pak më vonë se çfarë tragjedie i ndodh këtij vendi. Shtetet të cilat i kishin premtuar Ukrainës se do të luftojnë për te, e ty nuk kanë çka të dohen as armë, as aeroplan, as kur gjë, heq, as më pak armët bërthamore,
filluan më pastaj të shikojnë nga distanca si spektator, përderisa Rusia po pushtonte fshatra e qytete një nga një të Krimes dhe të disa rajoneve të tjera të Ukrajinës. Evropa atë botë, sigurisht ju kujtohet edhe juve, fillon të flet me zë të lartë për të drejtat e njeriut, për nevojën e respektimit të demokracisë, të sovranitetit të shteteve, thjesht fillon me i dhanë men Rusijës se këtë çka jetu e bote nuk është e moralshme, nuk është njerëzore, jetu e thyje ligjin ndërkombëtar, jetu e thyje rregullat ndërkombëtare, do të përgjigjesh para gjykatave penale të drejtave të njerëzit dhe përralla të tjera. Thjesht përderisa Ukraina po pushtohej, po vriteshin ukrainasit, bota perëndimore në përgjithësi fillon të ngrit zërin si asnjëherë më parë për promovimin e demokracisë dhe nevojën e ruajtjes së sovraniteteve të shteteve të ndryshme. Njëjta gjë ndodh edhe në vitin 2019, e njëjta mënyrë, e njëjta gjuhë, e njëjti veprim dhe i njëjti kurth. Dhe së fundmi në vitin 2022, kur Rusia me ushtrin e saj, me afër 1000 tanke, hë në teritorin e Ukrajinës dhe i pushton rajonet për të cilat tash do të flas dhe jo, mos them do të çmendeni, por do të mahniteni se ku është thelbi, bërthama e problemit të Ukrajinës, a unë në fillim të videos ju premtova se do të ndaj me ju materiale të cilat deri më tani asnjëherë nuk i kam thënë, por që janë esenca dhe bërthama e problemit të Ukrajinës. Dhe për pasojë të nderuar e shohim sot Ukrajina po e lyp armatimin të cilin dikur e kishte në dorë, dikur e mashtruar e shet për hekur dhe i dërzon kokat bërthamore dhe i çmonton, i prish të gjitha fabrikat e armëve me të cilat dikur e ka furnizuar Rusin, Bashkimin Sovjetik dhe thuajse një pjesë të madhe të botës. Dhe tash, po vizatohet harta e re e Ukrajinës, po kërkohet prej saj që ti dorëzohet Rusis, që t'ja falë mbi 20%, 22% të teritorit total të Ukrajinës. Bazuar në këto që i thash, dhe bazuar në planin e propozuar nga Donald Trump, do të shtrojmë pyetjen. Çfarë është duke kërkuar Putini prej Trumpit dhe çfarë pret prej tij? Dhe çfarë është duke kërkuar Trumpi prej Putinit dhe çfarë pret prej tij? Ku është esenca, diallëzia, ku është loja kryesore? Që ta dini, Putini është parafitores më të madhe dhe përfitimeve të tokave më të gjera që ka ndodhur në ndonjë luftë në historinë moderne të botës. Ofertën të cilën ia ka propozuar Trumpit në Alaska duket e thjesht në shikim të parë, se kemi të bëjmë me disa republika krahina të Ukrajinës. Mirë po, nëse e analizon atë pjesë lindore të Ukrajinës, ti e sheh se me shtirjen në dorë të atij rajonit të Ukrajinës, Rusia po e korr një fitore spektakolare. Tokat të cilat tani, në të cilat është koncentruar Rusia, nuk janë toka veç toka sa për të thonë i ka marrë një 4 rajone, 5 rajone me Krimin. Por për te të qenurit 22% e rajonit të Ukrajinës, ato janë pjesët më të rëndësishme. Bile jo më të rëndësishme,
por të vetme të rëndësishme në Ukrainë. Janë zemra, damari, shah damari I ekonomisë dhe jetës së Ukrainës. Luganski 1, Donetsku 2, Zaporozhia 3 dhe Hirsoni 4 janë 4 rajonet në bazë të cilave, apo falë të cilave, Ukraina dikur ka qenë ndë 7 vendet më të fuqishme të botës. Ka qenë hambari I Evropës, ka qenë prodhuesja e armëve, të gjitha armëve që janë dashtën Rusis dhe mbase gjithë Evropës. Duke llogaritur edhe në pushtimin e Krimes, për të cilin pushtim Turqia nuk është pajtu kur dhe konsideron tokë të vetën sa e konsideron Rusia dhe Ukraina, sepse e ka pas në menaxhim hiç më pak se 417 vjet. Ajo Krimea ka qenë pjesë e perandorisë osmane. Këto rajone, apo këto toka, të cilat janë pushtuar nga Rusia, përbëjnë teritorin e 22% dhe përbëjnë zemrën e ekonomisë ukrainase. Përveç që janë hambari kryesor I ekonomisë Ukrainës, me të cilën I ka furnizuar shumë shtete dhe vende evropiane dhe një pjesë jo të vogël të botës, nga aty janë nxjerrë dzehe, gaz, naftë dhe mineralet të tjera në bazë të cilave janë zhvilluar teknologjitë moderne të disa shteteve të fuqishme sot të botës, ndërto Kina. Kina I obligohet mineraleve të ralla të cilat nga vitet e 90-ta I ka ble prej Ukrainës. Mos të kishte qenë Ukraina e gatshme shumë para Kinës për t'i nxjerrë dhe shit ato elemente të ralla, Kina kur nuk do të mund të arrinte në pozicionin industrial dhe të zhvillimit teknologjik që e ka sot, sepse Kina dhe vendet të tjera tek masanej I kanë zbuluar thesaret e pashtershme dhe kaq të rëndësishme dhe kaq të shtrejta të mineraleve të ralla. Turkia në vitin 2022, llogaritni. Pasuria totale e çatyne 4 rajoneve, Krimea Pelamia e 5, e çatyre 4 rajoneve, Luganski, Donetsk, Zaporozhia edhe Kherson, konsiderohet se është diçka mbi 15 trilion dollar. Qëto tash I ka në dorë Rusia. Lugansk. Çka është Luganski? Lugansk është ajo pjesa e Ukrainës kur ta kshirni hartën e dal pak si një farë brini që hy në teritorin e Rusisë, ka harta e Rusisë, dhe Donetski, që është pak ma mrena, pak ma ka jugu, ma ka brendia e Ukrainës, të dyja qëto rajone quhen si Donbas, apo rajoni I Donbasit. Donbasi, tërësia e Donetskut dhe kësaj Luganskit, është thesari I pashtershëm I Ukrainës në dzehe dhe në bujqësi. Dëgjoni, meq, shifrata, vetëm dhe për ta kuptuar planin e Rusijën, e Evropën, e Amerikën, e Donald Trumpin, e në fund kam e javë shpjegue se kua problemi I Donald Trumpit saksisht. A është Ukraina, a është Rusia, apo është dikush tjetër. Dhe keni me u bindë edhe vetë gjatë shpjegimit se Ukraina është një paretima, thëshëm këtu nëherë ne, për me këthy Kosur, për të arritur të ajo shuma targeti kryesor I Rusis, target kë I shëbave, target kë që mesa po shihet dhe të jetë një lloj, mos ta quaj e gjeli, por një lloj kanceri që është duke e gryer nga jashtë dhe nga brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nejse, miq, Donbasi
një fuqi ekonomike vetëm në këtë pjesë të Donbaskit, pra në Lugansk edhe në Donetsk, gjenden 56% të rezervave të qymyrit, të thëngjillit të Ukrajinës. Të 10% të dzeheve naftës dhe gazit Ukrajinas dhe 90% e prodhimit total të gasit në të lëngshëm nga gjendja e gaz dhe e produkteve të tjera të naftës. 90% e prodhimeve të naftës gjenden në që Donbas, të cilin sot Rusia e ka në dorë dhe të cilin si pas planit të Donald Trump po i bohet për hajr e ja pafshajrin sa të jesh gjallë e sa të mundesh me mbrojt oj zonja Rusi. Në Donbas, do me thonë, në Lugansk edhe në Donetsk janë një e treta përveç këtyre e rezervave gjithë evropiane të litiniumit. A i një të ndëgju meq. Nëse janë 1.000 ton litinium ngejt Evropën, 333,33 janë vetëm në qëtë pjesë të Ukrajinës. Rusia e ka ndorë. Përveç kësaj, në Donbas, 20% të rezervave botërore të grafitit që përdoret në energjin bërthamore gjendet në këtë pjesë të botës. Në këtë rajon, për të gjithë këtyre, janë të pozicionuara 100% të rezervave ukrajnase, të produkteve të tjera që përdoren në prodhime industriale teknologjike të avancuara e sidomos është kankaliumi dhe sisaniumi. Në bazë të këtyre dy dzeheve të shtrejta dhe të ralla, Amerika dhe sidomos Kina është këto ku është me prodhimet e avancuara industriale teknologjike. Kjo është sa i përket Donbasit. Shkojmë të poshtë. Zaporozhia, e cila është e pushtuar pjesërisht, jo si tërsi. Mirë po, Donald Trump në plani ka thonë të kovë për hajkejt kjo pjesë. Edhe Zelenski t'ja qetën letërën për para në nshkruj ose vazhdoje luftën vetë. Ose në nshkruj ose bën vetë vrasje. Të i tashtë kimi shtijena në luft, e ke pru, i ke hek me bomba bërthamore, me fabrika, me ato, ja ke njës pas taj me thonë, se ja valone nuk jam shqiptar, po njëm Gjerman tash, ha? Të 3.000 vjetë pjesë e kulturës slave, hap, mas 90-ave, ja valone nuk jam ma slav, po une jam ma tash e tutje perendimor. Po qëfar perendimit ja? A me njërë deklarative ndrohet komësia e gjaki, e gjeni, e kultura, e historia një veçara, a për qefi tonë të mund është me thonë vetit sot jem angleze, gjermane, amerikane, je shqiptar vla, o Zelenski, je Ukrajinas. Historikisht ti je pjesë e qasaj kulture, e që ati oceani kulturor të që quhet rusoslavizme. Si të që tjetë, Zaporozhia, tash. Ky rajon konsiderohet zemra e energjisë ukrajnase. 38% e totalit të prodhimit të energjisë bëhet në Zaporozhia. Në Zaporozhia është centrali bërthamor më i madhi në Evropë. Centrali bërthamor, ku del energjia për 20% të nevojave evropiane. Përveç qëtyre, në Kherson, rajoni i 4 të cilën e ka pushtuar pjesërisht Rusia, e që Amerika po i thet edhe kjo të kohë për haj e ja pafshajrin, në Kherson prodhohen në vjetë 6 milion ton drithra, sidomos grur.
6 milion ton drithra. Kontrolli i Khersonit dënë të thot kontrol i detit të Azovit. A i deti që është e deti i Zia, për dini që hi pak si ka Rusia, dhe që shkur me vizatue shtremt në hartë aty, dhe deti i Azovit konsiderohet rajoni i porteve kryesore të detit të Kuq. 89% e transporteve ekonomike, të produkteve, të industrisë, të naftës, të gazit, s'po di vlla, minje të gjitha, kalojnë, ngarkohen e shkarkohen në detin Azov. Khersovi, apo kontrolli i Khersovit do në thot ta kesh në dorë detin e Azovit, e që edhe këto dikura, edhe në Top Channel, edhe në Euronews, edhe në CNN Albania, kur isha i përditshëm aty thuaj se mbi 512 video, mbi 500, jo mbi, po 512 video i kam një dite, i kam dhanën në këta 3 televizione për 2 vjet, deri në janar të këtij viti, ku me mund të madh, me mund kam hjek fort, derisa i kam larguar prej vetvetes, i kam, mos thom, refuzuar, duke i falenderuar për respektin që ma kam bo gjatë gjithë kohës, jo vetëm ata, po edhe klanin, edhe atjetrin, edhe të vëshejen, dhe kam vendos që nga fundi i janarit të këtij viti ma të mos marrë pjesë bashkë në asnjë nga televizionet që flasin shqip. Sidomos televizioneve kosovare, pronarët e tyre, e udhëhecit e tyre, menaxherët e tyre e din shumë mirë se shka po du me thonë tani, kur do të them fjalien se ju kam dal hakësh. Ju kam dal hakësh dhe si përfundim më pasaj jam koncentruar me izën e Zotit e me ndihmën e tij vetëm në videot e mia në kanalin tim këtu në YouTube. Pra, gjatë kësaj kohe, sidomos në televizionet shqiptare, unë e kam spjeguar që detin Azov, raportet e muslimanve aty, problemet e Turqijes me Rusien, problemet e Krimejes, përshkan Krime, për me majt mas shpine detin Azovesene, më i kam ende të freskëta në kokën time ato shpjegime. Do me thonë, miq, me pushtimin e këtyre rajoneve, të cilat Trumpi përja jep Putinit, Putini vë nën kontrol, jo vetëm tokën e Ukrajines, jo vetëm brigjet, bregdetin, portet e Ukrajines, por çka është më kryesorja, Putinit po i jepët, apo i ka marrë me njerëz, me miliona ushtar kanë vdek aty, po e merr nën kontroll energjin, bukën, ushqimin dhe të ardhmen e teknologjisë evropiane, të industrisë evropiane. Edhe energjia, edhe gruni, edhe buka, edhe mineralet e ralla, edhe misri, edhe plehrat, edhe dzehet, edhe litiniumi, edhe ai tjetri, që i ka pas Rusia, tash janë, kjo Ukrajina tash janë pjesë të Rusisë. Thjesht Evropës i ka ardhur puna pick që të mos guxoj në vitet e ardhshme të mos e livrit as veshin prej Rusisë. Se çfarë do të ndodh më pastaj me këtë plan? A do ta pranoj sot që e ka fatin deri ora 24, sot e ajten 27 nëntor 2025. Se çfarë do të ndodh në raportet Putin Trump? A do të arrijë ta mashtroj, në kuptimin pozitiv, Trumpi Putinin, ta orientoj ka perëndimi, ta hiq prej atij rrezikut kancerit që është atje në Azi, dhe rreziku më i madh për Amerikën, ajo varet krejt prej rrethanave dhe konstelacioneve, por ajo shka unë e di është se Evropën as lufta e dytë botnore nuk ka mujt me e çmontue ekonomikisht sa e ka çmontue që kjo luft
e sidomos sa do të çmontoj plani i Donald Trump nëse Ukraina dhe Evropa e pranojnë. Prandaj Evropa është shumë e zëshme kundër këtij plani. I kanë thonë Ukrainës na vllavi jam qysht kemi thonë kena më trujte, i kanë thonë kena më trujt. Po i kanë qu do arme, do tenke, do sene, por shihet se Evropa nuk e ka fuqien me u ballafaqu me Rusin. E në të njëjtën kohë Donald Trump nuk e ka njët, ashtu pa diçka se nuk ja vlen me luftue me Rusin luftë frontale si NATO. Dhe këto po e përmendi edhe një herë një digresion, një që e kam përmend shumë herë në të kaluarën time. Gjithmonë kam thënë se teoritë të cilat flisnin jo filloi lufta me NATO, jo pa NATO, jo Rusia, jo imshoj, jo Serbia, jo llafe mashtrime të neverishme konspiracioniste të konspiracionistëve mashtrues ndër shqiptarët. Kam thënë se kur s'paku sa unë jam të e pa, se si dihet vlade, po unë sa jam të i pa senet, sa jam të i lexu senet, sa jam të i kuptu senet, nuk mundet me pas luftë Rusi-NATO. Mundet me pas luftë të pjesshme të Rusis me disa vende të Evropës. Hungaria, Tazami, Romania, Bulgaria, Polonia, sidomos atjenalt, Litvia, Lituania, Estonia, dishka të tillë. Por luftë frontale e NATO-s me Rusin dënë të thot me mendje të shëndosh, me njetë të pastërt, Trumpi dhe Putini me e nënshkrue vetvrasjen e tyre. Shkatrimin total, sepse luftë e NATO-s me Rusin dënë të thot luftë e tretë botërore, luftë bërthamore, dhe fuqitë e mëdha nuk e bojnë këto, se kanë bo kur se kanë bo. Fuqitë e mëdha kanë humbën nga historia duke luftuar për rajone të tjera diku. Por që të ballafaqohet NATO me Rusin sot, kam thonë kur nuk mundet me ndodhë, dhe edhe sot njëjt vazhdoj me thonë se kur. Por gjenden moduse, gjenden mënyra për pajtueshmëri dhe të ngjashme për të hecë projektet përpara. Tash, Ukraina po shkon. Zelenskit që kjo Ukrainë me çdo një meta, me qëtë politik, prandaj do të më arsyetoni mish kur flasun e ka njerë me do tone jo normale për këtë Zelenskin. Vallahi edhe për atë zojën për para, edhe për revolucioni portokal të i limon të sene, mashtrime. Prandaj them se nuk u tregu i aftë sa dohet me mbrojt Ukrajinën. Ka mujt, mos më pyetni ti mu pas konventisha kishe bo, vallahi kisha dit ma mirë. E kisha lezu e të ardhmen ma mirë. Rrezikun e kisha parandje ma mirë. Po kjo është mohabet. Odash e kisha bo. Zelenski ka mujt me e shpëtue Ukrajinën. Ka mujt me gjetë. Thelbi i zgjidhjes së problemit ka qenë. Po e thëma, vish një. Thelbi ka qenë që Ukrajina, politika ukrainase, mos me mashtru dhe me imshu shkelëm të kaluarës kulturore, thesarit kulturor, historik, mi vjeçar të vetit, dhe hap, sa kaq me thonë se teri dje, jemi konë qeta, prej sotit jemi qeta. S'monët, nuk të lejon tyje, historia nuk të lejon këtë komoditet. Rusia nuk lejon, sepse e të konsideron rrezik, bile të konsideron një, aq më shumë kur NATO fillon të zgjerohet, apo të trumpetoj zgjerimin ka kufit e Rusijës. Rusia i ka bajt atjenalt, Estonie, sene, po se pas ka po rrezik. Te Ukraina i ka paralajmërua. Para vitit 2014 dhe pas vitit 2014 dhe pas marrëveshjes së Budapeshtit, asoj takimit të NATO-s në Budapesht, se kjo është vija e kuqe dhe këto do të ndalet dhe të ndahet shapi prej sheqerit. Tash, Zelenskit i ka ardhen mbi tavolin letra, nënshkruaje letrën ose dorëzohu. Mr. Zelensky. Dhe kjo është kërkesa eksplicite e Trumpit për Ukrajinën. Nuk është fjalë medjave,
por është pasqyrë i realitetit të Ukrajinës. Përpara, tani e kemi një plan, apo një kontrat, kapitulimi, të cilin e dëshiron dhe e imponon shtëpia e bardhë. Më saktë, Donald Trump, administrata e tij. Plani deri para do kohë u konsiderua sekret për shkak se ishte i përgadit larg syrit të medjave, larg syrit të Evropës, bile edhe larg syrit të Ukrajinës. Së paku në fillet e atij plani, në ditët e para. Trump me këtë plan për ju thet Ukrajinasve ose pranojeni këtë plan ose vazhdojeni luftën vetë, po neve nuk na ke përpara. Gjëja më e rrezikshme e planit është se plani nuk u shkrua në Washington, por u shkrua prapa perdeve, ku po komunikohej shumë sekret me midis Washingtonit dhe Kremlinit, ku në lojë ishte i dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff, dhe i dërguari special i Putinit, Kirill Dmitriev. Do me thonë, nuk kemi të bëjmë me një plan të paanshëm për ta gjetë një rrugë të mirë, paqeje, por kemi një plan i përgatitur bashkarisht midis Trumpit dhe Putinit. Përderisa Trump po dëshiron paqe të shpejt, sepse targetin e ka dikun tjetër, Trump ky Putinin në të njëjtën kohë po mundohet të përfitoj kohë nga kërkesa e Trumpit për një paqe të shpejt. Trumpi po mundohet me biti sa më shpejt punën e Ukrajinës, me pas punë pe Rusisë, me u lidh me Rusin, me ja hek sanksionet Rusisë, me kthye ngëteqen, me kthye në për organizmat ekonomik të botës, edhe me e thyje në kurriz raportin e ngjizur tepër të ngushtë midis Moskës dhe Pekinit. Këtë problemi miq është, e thash tash, se thash në fund, në fillim të videos do ta them pak më vonë. Do ta shpjegoj edhe pak. Këtë problemi këtu i Ukrajinës është si me e mashtrue, që po thonë këta kullerat, me e mashtrue Putinin që të heket nga prehri i Xi Jinpingut, nga prehri i Pekinit, nga prehri i Kinës dhe të lihet këndej. Po mundohet Trumpi me këtë plan me e bind për atë sa mundet Putinin dhe më pastaj me ja fut në gojë, në garklan Ukrajinës që me e përbin me zor atë shka e ka pranue Putini. Dhe pasi të përfundon, të arritë që kjo paqe e shpejtuar që po quhet në politikën ndërkombëtare, pasi ta kryjnë punën me Ukrajinën, me kry punën me Rusijën qatë sa mundet dhe me fillue luftën frontale ekonomike me Kinën, sepse Kina o problemi kryesor i Amerikës. Kina është kanceri kryesor i Amerikës dhe Kina me sa po shihet do të jetë fuqia, nëse jo më e madhe dhe më e fuqishme se SBA-ja, do të jetë fuqia e cila do t'i aprish të gjitha figurat e shahit në marrëdhënie ndërkombëtare që do t'i vendos në të ardhmen Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye, unë Trumpin e kam konsiderue prurje e kohës, rezultat i kohës, dhe asnjëherë nuk e kam quajtur se valla nuk pidi senet, pindron lafët, pi bën këto, qysh njerëzit e cilët nuk i kuptojnë politikën ndërkombëtare dhe e cilësojnë një president si të biznismen, valla është nuk i di senet. Ide është momenti i fundit i shpëtimit të Amerikës. Dhe shpëtimi i Amerikës është duke i lanë çdo rreshkat e bukës, troshat e bukës shka binë në sofrën e marrëdhënieve ndërkombëtare si Kosova, si Serbia, si Ukraina, dhe me u kapën me zemrën e problemit, dhe ajo është Kina. Për me mritej të Kina, për me u ballafaqu drejt për drejti me Kinën, do të Rusijën me tërheq këndej, Evropën zati
me pas në kontrol në përmes kamgjikut të Rusijes, vendet arabeve që ka shtin dorë, Arabinë Saudite, e Katarin, e Bahrejnin, e Omanin, e Emiratet e Bashkuara, s'kan çka bojnë, atje javë ka lëshue lëkurën e ujkut, e quajtur marrëveshja e Abrahamit. Izraeli i kryen ato shka do të me i krye ushtria amerikane dhe kështu Amerika ta siguroj pozicionin e vetë mbi sundus si një perandëri, si një superfuqi e cila edhe për një shekull do të vazhdoj jetën e tij. Që nga dita, ose kështu ta bëj një pyetje miq, çka është be ky plan i Trumpit? Çka është të dash Trumpi prej Putinit? Çka është të dash Putini prej Trumpit? Çka është të msheft ka shumë që e ka të rozue gjdo kryeqytet evropian? Shkurt është qaj është ka thash për Mekinën edhe e dyta me i thonë Evropës ti nuk je për lojna për ujrat të thellë. Ti rri rahat. Shiqa shkat muj me e nalë Rusien, mos më na bo problem atje, e kemi Turkijen, e kemi shti nërsjetëll tash është të nanguen Siria atje, në këtë problemet, Turkija është me neve, me Rusien atje, kur ka nevoj, muj me i kriju probleme Rusijes në përmes Turqijes, muj me e përdor Turqijen këndej, atje ka fundi i kemi shtetet turke, me prejardhje turke të cilat, ka dalimi të jalon nën kontrolin e Ankaras zyrtare, thjesht ta o Evropë shuj më zba probleme se na dal nga dal, po më nomi me e rrëtheku e Rusin që ta shtimi në ndorë dhe si e til pasi ta shtim në dorë të kemi pun me Pekinin dhe me Jegjogjet e Magjogjet e atjeshëm. Në pyetje pra është paqja e shpejt, sa me e shpejt që është e mundshme për të arritur atje. Kjo është ditë, në ditën, Trumpin janar 25-ës olë në zyren ovale, në shtëpinë e bardhë. Me njerë janë nisi me folën në disfavor të luftës. Se është luft e gabushme, është luft e dështuar, është luft e humbër, vetë mërë Trumpi thëjke, e pse mu gjujshi, edhe one. Do më thonë, Trumpi thëjke se është luft e dështuar, se nuk ka qenë dash të niset heq, dhe se do të merë një form të prerë, të përfundimit të saj sa më shpejt. Në fakt, në shkurt, një muj mas i olë në karikën, në koltukën e kësaj zyres ovale, Trumpi veç janisi me fol bot, edhe janisi me fol mirë për Putinin. Ju kujtohet, mos t'i përsëriti këtu se bashkimi të jetu në këtë hemisferë tokës. Në shkurt, me 26 shkurt fillun komunikimet, telefonatat mes Trumpit edhe Putinit. Vazhduan në përmes emisarve, u takojshin aty këto pishin kafe, hangshin ai pic dikon anaj qaj, Rusja kam pi dikon, edhe përpasoj në gosht, pasoj kosh takime historik i Trumpit me Putinin në Alask. A ju kujtohet miq se kur u kry takime, Trumpi shkoj të aeroplane aty, edhe për eman një farsi interviste flok të jaqu era, edhe për me tha, jemi në prag të një shfaqjes së një plani i cili do të ndal luftën dhe do të ruan Evropën nga rreziku i Rusisë. Në gosht e ka përmen në këtë plan. Është punue në këtë plan, kanë qenë të kyqër dy emisarët special të këtyre dy bosave të botës dhe e bin punën që Trumpi ta punoj këtë planin së bashku me Putinin, me njerëzit e tyre, në përmasa të fshehta sa, në vend që të bëhej në State Department, ku dohet të përgatiten planet për marrëdhënie me botën e jashtme, plani realizohet në një rreth tepër të ngushtë, të besueshëm, ekstra të ngushtë dhe ekstra të besueshëm të Trumpit dhe të Putinit. Ma mërmenja veç
Steve Witkovi e ka ditën këtë plan, edhe Dimitrievi atje. Këta 4 vetë kam punue. Qaq sekret e kanë quhe, asë Rubio nuk e ka ditë se qëfar është duke bërë Trumpi, Lemaj, Elon Musk dhe të tjeret. Pushtimi i Rusisë së Ukrajinës të qatyne zonave meq dhe dorëzimi i atyre zonave Rusisë dënë të thëtë humbje katastrofike, tragjike për Ukrajinën, por që Ukrajina po përdoret si një nimet, si një mjet, si një alet për arritjen e objektivave të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në atë plan, thuhet se vendet të cilat i ka pushtuar, i përmena atje, dhe ato të cilat i ka në pushtim e sipër, ti ipën Rusijes, Ukrajina ti dërzohet faktit dhe me njëherë të fillon ndryshimin e kushtetutës, do me thonë, Ukrajina të kthejet në kushtetutën e para vitit të 2014, ku ka qenë i specifikuar ndalimi i Ukrajinës të bashkangjitet NATO-s. Masane e bën Ukrajina këtë kushtetutën e re, ku kërkohet për me u antarësuar atje. Pastaj, meq, në plan propozohet që NATO-s të ndalohet, apo të ndaloj NATO për hapjen ka pjesa lindore, ka lindja. Se ahi Kosova aty, ahimi na, jo, nuk e dhja konsideromi lindja, shiriti i lindjes dhe perëndimit, a fjalla vish për Ukrajinë, nuk e di, po në bas të qëti planit të Donald Trump, NATO nuk ka shkalyp ma në ka lindja. Bruxelles e lindje të NATO. E treta, kërkohet garanci, si pas nenit të 5, shkruhet aty, si pas nenit të 5 të NATO, se, o Ukrajinë, nëse ti po na dëgjon neve, qëre, unë i kum thonë Putinit, ja kum shkru këto, se nëse Putinit nguc, apo të sulmon, apo të pushton, kjo NATO ka të drejt, ta përdor nenin 5, që thot se, cili do vend antar i NATO sulmohet nga një shtet jashtë NATO-s, fuqia e NATO-s detyrohet të ndihmoj dhe të ruaj sovranitetin. Pra, Ukrajina të ndihmohet edhe pa u antarësuar në NATO, pra rahat. Pastaj, si moment i 4, është kufizimi në numër, në potencial dhe në fuqi i ushtrisë ukrajnase. Tavanin e numrit të ushtrive ti përcakton Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të antarësimit në NATO të merë fund dhe të ndërpritet çdo lloj bashkëpunimi midis ushtrisë ukrajnase dhe NATO-s. Dhe, natyrisht, Evropa këtë pikën e fundit e ka konsiderue si pika më e rrezikshme e mundshme për këtë. Dhe e pesta, që përmendet aty, joshje e Rusisë është fillimi gradual i largimit të embargove ndaj Rusisë. Edhe njëre po e përsëriti, miq, atë shka e thash pak më poshtë. Rusia, kjo Trumpi, me një anë, po do me ja siguru, me ja ofru një siguri Evropës, por një siguri e ngjashme si me Ukrajinën, qërë une po të mbroj, po të mos më qëtë probleme. Rusia, kjo shëbaja po i thët Evropës me këtë plan, deri më tani se, na ty të mbrojmë pej Rusis me kush që ti mos me mi prish muhe figurat e shahi që jam të i regullu me Rusien. Kime dhamë pej vetë vetës, kime paguaj Gjermani, Francë, Hollandë, kini me ra që aty ku e kini meritu e tash, ku ju ka pru historia, sini ma fuqi vendim marse e botës. Pra, sigurimin e Evropës po, për atë sa lejojnë interesat amerikane. Bashkëpunimi ekonomik me Rusien po, vetëm për atë sa lejojnë interesat amerikane. Kujdesin ndaj Ukrajinës po, me ushtare, me zonë e lire, me zonë neutrale këndej,
por vetëm aq sa lejojnë interesat amerikane. Si do që të jetë, për fund të fundit të kësaj video, dua të them se një ndër tragjedit më të dhëmshme që i ka ndodhur ndonjë populli të madh me histori mijëvjeçare është tragjedia e Ukrainës, të cilën ja kanë përgatitur politikanët e brendshëm të pavë për të realizuar gjuhën diplomatike të superfuqive, të cilët i kanë kyçur interesat e tyre, që tani po zbulosen në qindra miliona dollar janë të keqpërdorura edhe në kohën e luftës. Njerëzit më të afërt të Zelenskit tash po qiten para gjyqjet nëse ka gjyqje për keqpërdorimin e parave që i ka dërguar bota perëndimore aty. Dhe tragedi kjo e cila vije shumë herë si pozicion mish për top në interesat të fuqive të mëdha në dëm të shteteve të vogla. Zoti i madhreshëm, Allahu gjithfalës, na ruajt nga pozicione të këtilla, nga pozita tragjike të këtilla neve shqiptarve, dhe na ruajt nga politikanët të cilët interesat e shtetit as që i marrin në konsiderat kur janë interesat e tyre partijake e sidomos interesat e tyre vetanake. Hajnit, korrupsionet dhe keqpërdorimet, pasurimet enorme të cilat i bëjnë në raste luftash, përgjatë luftave dhe pas luftave. Allahu na ruajt pej këtyre njerëzve që e çojnë punën deri aty ku e ka thënë Zelenski, dhe nga fatet e dhimbshme që nga ndonjëherë historia podika të ja imponoj edhe kombeve shumë më të mëdha se sa kombi shqiptar e Kosova në veçanti. Mirupafshim.